Përshëndetje miqtë e mi të dashur, kudo që jeni dhe kudo që kaloni. Sot është dita e premte, data 26 qershor 2026. Dhe më thonë si që kanë thonë gjithëherë se do më thonë pa punë nuk ka asgjë. Hasmin asë njëherë s'mundesh me mbyt pse shohësh, pse përlaosh, pse rrehesh. Ata vetëm e forcon edhe gëzon. Pse? Pse ai ka më gëzu e ka me thonë e shiqir urre, ka me hinë burg, ka me vujt familja, ka me vujtën fëmija, por hasmin e mbyt edhe vret vetëm me punë. Edhe gjithmonë kam thonë puna e nderon njeriu. Ja pra, shikone une nuk ndalna asnjëherë, duke punuar. Edhe kur në jetën time, përveç se kur jam martu që kam 2 borç, që s'kam pas qare, se për martesë donë shumë pare, se për ndryshe, kur kujt dorën nuk ja kum shtrinj hiq, gjithmonë e kam nxerr dinarin vetë, me punën time, me njerëzën time, edhe kur kujt nërkom si kum ra. As sot, as kujt s'ja ku morr as një cent, se jo me thonë 10 euro apo 1000 euro, po kur hiq as një cent. Pse? Punoj. Nuk ka herë për nejës. Neja është, dhe me thonë, që i knaq armisht, thonë po vun, po hek, kë nuk ka si a kur të punoj shtëpi tonë, edhe si ashtë rindorën edhe atë plasin, thonë, qka po ban kë, ku piqon të pare? Ja pra shiqone, se si i kumbush thast, me shishe, kështu në që unë pra gjithmonë e ka dzej vetën me punë e jo me pjallë. Që këto janë thast që i kumbush, këto ne i kam shishet e gjanta, shikone, ku i kam këtë gjantat, e të është dalë me të thast e tjerë që i kum paluë së kur thast mili, këto janë këto tjerët. Shikone. E kum bush podrumin që s'kam ven e o kum milan. Dhe më thonë vetëm që to që knejtan i kam shishet e mdoja, po është pak si terë nuk shijet se i kam tjerit morë deri në fund me shishe. E këshire qyshe ku mund ta me thonën me thas, me asi, vetëm këto do me thonën e kam 1000 euro me shishe. E ku ta bësh hesap për 2 dit 1000 euro nuk janë pak. Për 2 dit 1000 euro nuk janë pak, se gjinja punojnë 1 muj, 2 muj për me bo 1000 euro, a unë për 2 dit. Prandaj gjithmonë ju tham, puna e nderon njeriu. Duhet të punohet edhe armikin ta meq me punë, e jo me të rreme, jo me të shame, jo me lëndime, jo me ofendime, se ashtu armikot vetëm ja rrit zemrën, thot, o shiqer, ka me hinë burg, ka me vujt gruja, ka me vujt fëmija, kanë me vujt vllazninja, pse ju qetë problem, do të me orë në burg me të pas, do të me të prunge, për shemë dhe roba, do të me të prunge na ju shqim të shpijes që ty të ka marrë malli, e kështu ne edhe ato i hargjon, por edhe vetë e vundenimin, armike knaqët, sot janë të vujt krejt, a kështu armikin e pëlset, sikur që e përdormi një fjalë popullore në Kaçanik, dhe sikur krypa në prush, që shkërset, pau, 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 pau. Ashtu edhe armiku pëlset kur qet ty të punue. Prandaj dëgjos të dashur, shiqos edhe me shok dëshamir, ju përshëndes nga thellësia e zemrës time, nga unë Ramadan Reka, prej Kopenhagës, Danimark.